Për sa vite ke shërbysi mjekë emergjente në Çubukë? 14 vite i bëj tash në tetor që kam shërbysi mjekë emergjente në qendrën emergjente. Po cilat janë ato sfidat edhe cila është rutina e një mjekë emergjente? Rutina si çdo mjeku, mirë po ndoshta edhe te mjekut emergjencës është më tepër sepse gjithmonë jene kujdestarit e natës. Kjo është kryesorja. Pastaj ballafaqohesh direkt me pacientat që më njëherë domethënë kanë një smundje të papritur, pastaj me familjar që nuk pajtohen ndoshta me smundjen e pacientit, është edhe një rrezikshmëri. Mirë po dëshira për të ndihmuar pacientit sa më shpejt dhe sa më korrekt, kjo e bën më të vullnetshme profesionin, si mjek emergjente. A është sfiduese për një grua të jetë mjek emergjente? Nuk mund të them që është sfiduese, se gjithmonë gjatë fakultetit ndëgjoja që vetëm mashkuj duhet me qenë mjek emergjent, mirë po për mua nuk është ashtu. Edhe një femër mundet m'ia dalë të jetë mjek emergjente, bile edhe mjaft e suksesshme. E di që është ndoshta e vështirë me e ditë sa është numri mjek grave që janë në emergjencë, po a shet që ka ndonjë interesim dita ditës? Më herët ka pas më pak, ndoshta edhe nuk ka pas hiç, mirë po tani ka. Mund të them që ka edhe interesim për mjekësi emergjente. Ndoshta duke pa edhe punën tonë ose diçka kështu dhe ka. I përmendë familjarë që sigurisht nuk janë në gjendje jo të mirë kur vinë në emergjencë, po si ja dilni ju ti qetësoni ata dhe t'ja usqaroni anamnezën ose smundjen që e ka familjarit ju i ngushtë? Përpiqem sepse e kemi parasysh revoltën e familjarit që është duke përballë me një smundje të familjarit, kështu që mundohem me një qetësi që t'i tregojmë që na do të bëjmë të pamundren, do t'i ofrojmë ndihmën maksimale, shpresojmë që do të ketë sukses, ndoshta edhe atëherë kur nuk ka sukses mirë, po tentojmë gjithmonë që t'i japim vullnet për një përmirësim të shëndetit pacientit. Po. Jo shpesh, fatkeqësisht jeni edhe të atakuar nga qoftë ndoshta edhe tentativa me ju sulmu fizikisht. Qysh ballafaqoheni me këto situata? Është situatë të vështirë. Edhe është ngrit vetia e qytetarëve, karshi mjekëve? Mund të them që tash është ngrit mirë, po gjithmonë emergjenca, gjithmonë botë është më e rrezikuar se sa profesionet tjera. Kështu që nuk kemi çfarë të bëjmë. S'kem çka të bëjmë, duhet të pajtohemi edhe me atë. A na flisim pak për rastet më të zakonshme që vinë në emergjencë. Cilat janë ato? Rastet më të zakonshme në emergjencë mund të them që janë aksidentet e trafikut, janë sulmi në zemër, infarkti miokardit, pastaj sulmi në tru, stroku, pastaj mund të jenë reaksionet alergjike të ndryshme, mbidozimi me barna, mbidozimi me drogë, gjakderdhjet, traumat, ka raste të shumta. Po.